vetë, zoti Vask, cilën këngë e keni më afër zemrës? Se ne tani nuk mund të lëmë të ikësh pa na kënduar diçka, një refren, një këngë që dëshironi ta këndoni. Po këngët të tëra të mira janë, megjithatë unë A ka nuk ato burime? Këtë që po nxjerr tani është shumë e bukur. Përgjithsisht përmeti ka këngë me dashuri, edhe nuk para i flasin herojt e këtyre me një fjalë. Këngët e vjetra pak ka legjenda, pak kështu, po më të shumtat i ka me dashuri. I këndon trëndafilit, i këndon qershis, i këndon fushave të malit, pyllit, jeshilit. Edhe kështu që pa tjetër nga këto bukuri që ka edhe ai që do të shkruaj do t'i lind diçka. Unë s'kam çfarë të këndoj unë tani, çfarë doni në një gjë ju për të kënduar. Një fragment të vogël për shikuesit tanë kemi me kënaqësi, edhe me kërkesë të zonjave, apo jo? Shumë kënaqësi. Ato që ndjeni ju më afër zemrës tuaj, ose ndonjë këngë që u kujton rinim për shembull. I keni kënduar për dekada të tëra përmeti qytetit të trëndafilave, keni fëmirin, çdo rrugit, çdo cep ju kujtoheni me nostalgji për ato periudhë. Një këngë të vjetër do doja unë për shembull. Këndoj një çup që ngrihet që në mëngjes që çupa përmetare. Gorzilokun në obor, edhe i bie Baçës mes përmes që këpu trëndafil, edhe i thot përse çdo lulja trëndafilit të gënjej bandillët. Domethënë që merr një buqet me trëndafila, me borzilok, me kështu dhe e vën tavolinë. Përmeti këto i ka të tite, sidomos tani po të vish tani në këtë kohë, nuk shikon gjë pa mbuluar me trëndafila, me lule, që mbjellin gjithë përmetarët mbjellin. O qundrit lulja moj në mëngjes, o hira Baçës moj mes përmes, moj këpu trëndafil me ves, o qido lulja trëndafilat, e po të gënjeja moj bandillat, edhe të tjera. U përlodhur ata. Bravo. E ndjen shpirtin. Kam një shumë të bukur, po tani kam si, domethënë, nuk e nxjerr sa të filmohet. Është me ditë për të dalë në televizion. Për të dalë si projekti i pasardhës i juaj. Është një këngë e bukur, është një këngë e bukur që ca kolonjar morën një çup nga përmeti, që ishte aq e bukur ai që i thoshë me nishan në ballë. Edhe erdhën e rëmbyen këta kolonjarë dhe kështu, edhe me një fjalë kanë ngelur këngë që atëre. Ja, për të treguar atë lidhjen e fortë të zonave përreth që shpjegoi edhe zonja Afrodita. Po janë këto edhe këngët që këndohen në përdasmat përmetare, që janë aq të bukura. Nuk e di, se s'dua ta ndaloj zotrin, të flas një çik. Po, përdasmat tjene ne kemi në çdo hap që jetë dhëndri, në çdo hap që jetë nusja ka këngë. Ka këngë të kënduara edhe kur mbajnë ujë. Janë gjëra të bukura shumë. Ajo kënga ku merret nusja, cila është karakteristike, tipike e dasmës përmetare? I thonë, sa i për nusja me kalë, sidomos kur ikte atëre. I thonë, mos më qaj, më i desh bordure, mos më qaj, se mu trete, mos mure, mos më qaj, jo ju dhe dritë, se të prishen stolit, se duke qarë, edhe të mbajnë që këtë qarët këshu. Pasta ka humoriste, ose kur i ven dhëndrit në 12 natës që i ven pushin ujë, edhe unë i sa vajta për ujë arova kënaqen i tona se bucelës të botë. Edhe i marin me atë ujë, që i ven marin në gjithë prushqit, njerëzit e dhëndrit, e pastaj dahet dhëndrit që vjen berberi, pastaj dhe është rrite, janë shukto dhe gjitha, që ato i din aty. Ishte e detyrueshme të qante nusja, sot ka nusja që qajnë? Si? Ishte e detyrueshme që nusja të qante, pra nuk quheshe normale nëse ajo nuk derte pa pilot. Po e ndjente gjithsesi, patjetër. Nusen detyrimisht se kur ipën, domethënë që le prindrit e saj, edhe i vjen një nga shëba, jo se do të qaj se zbën. Po edhe këngët e bëjmë të mallëngjet, apo jo? Unë mendoj që i gjithë riti tradicional, që nga dita kur fillon përgatitja e pajës, e deri kur nusja del nga dere babait, e shoqërohet o nga daja, o nga vënd, o nga vllai, të gjitha këto bëjnë pjesë në një ritual i cili mbart shumë emocion. Dhe në momentin që ndodh
dasma, pa diskutim, këngët, gjithë kjo atmosferë qonë që unë këndoj zotria dhe u përlota, imagjino të martohesh e gjithë kjo gjë. Dhe doja thosha zoti Vask, ju jeni thesar i popullit shqiptar, unë adhuroj njerëz si ju. Dhe unë mundoj që kudo që jam, në çdo televizion që jam, të nxis të rinjt, ata që shkruajnë këngë të reja. Sot në Shqipëria paraqitet me një këngë shumë të jashtëzakonshme, Shkodrën elektronike. Dhe di pse po fiton, di pse ka fituar, se ka këmbët në tradit. Asnjë shqiptar që s'ka patur këmbët në tradit nuk do të shikoj përpara, nuk do identifikohet. Dhe unë u them të rinjve, kompozitorëve, të shohin nga ju, nga gura popullore dhe të marrin pjesë nga këngët tuaja, nga vargjet tuaja dhe të ecin përpara, se sigurisht tradita do eci përpara. Ju jeni thesare i këtij populli. Faleminderit, është shumë më se e drejtë për kompozitorët që nuk e kthejnë syrin nga folklori bazë. Tani kanë filluar ka këtu që e trazojnë këtë punë, se nuk mund të këndojnë një për shumë nga tradita e Skafarit, ta zëmë se Skafarin kemi gjithon, po një tjetër, një Shkodran, ose unë të këndoj këngën e Shkodrës. Sa doj ta këndoj unë, nuk e këndoj do si Shkodrani. Kështu që këta e kanë mësuar që i vjen Shqipëri sa ne mban dhe i bëjmë ne të gjitha tonë, po nuk bëhen kështu këngët. Dhe detyrimisht pastaj do elementin folklori. Jo mbet cilësia e këngës, e mbet e tradita e zëri pukur, avasi si thonë. Absolutisht. Zoti Vask, ju vazhdoni të jetoni nëpërmet, nuk e keni braktisur qytetin tuaj, jetoni aty. Shiko, unë edhe këngë përmetare nuk bëj mëtutje se kënga përmetare. Një, nuk e lë përmetin edhe kur kam... Bëj mëtutje. Mëtutje. Bile, unë po të them të dy lafe, unë tani jam në një shtëpi në fshat këtu se po merrem me bletët. Unë kam blet, jam dhe një fermer i vogël. I dua shumë natyrën, po të dalësh jashtë të dëgjosh se si rima dhe zojtë dhe kështu, po nuk ishe ku ta kapja, do me thënë kamerën për ju, se është vënd i këtillë. Edhe do ishëm graqë së bashku se midis të fjalosur si do bënin për kjo dhe zërat e pilpilave të këtu, se jam mes të luleve. Por, do ta lëm një ditë tjetër që të vim me kamerën tonë të filmojmë në kopshtin tuaj, si fermer, duke u kujdesur për bletët, për oborin, për lulet, për gjithë kopshtarin. Pa tjetër, unë mund të dalë pak në obor, ta shikoni, po do ta marr kamerën me drejtë e më lëviz. Ju do ta bëni këtë proces, ne do kalojmë në reklama sa ju të jeni gati. Kështu që shkëputemi për reklama sa zoti Vask të jetë gati për të na treguar këtë atmosferë të bukur. Ju presim, reklama. Jemi sërish në studion ton për të folur për metin dhe siç na premtoi zoti Vask Suri aty në kopshtin e vet, do të kemi mundësi të lidhemi tani drejt për së drejti për të na treguar paksa nga dita e bukur që më zotëron sot aty në kopshtin e vet, sa që është një fermer i vogël që merret me bletët, që merret me kopshtin si çdo përmetar tipik, që kujdeset për tokën edhe për natyrën e bukur përmetare. Ja të shohim tani nëse kemi të lidhur drejt për së drejti. Përshëndetemi përsëri me ju, zoti Vask. Na tregoni pra, ktheni kamerën nga ana tjetër, trëndafilat janë ato, roz? Po. Ju jeni në cilin fshat? Unë mbi përmet jam. Mbi përmet. Ja tani. Po shkojmë përmet. Kamerën nga ana tjetër që të shohim kopshtin tuaj. Mire kam. Cicërimat, ja do të shohim të konfirmojmë nga regjia, cicërimat po i dëgjojmë dhe nuk ka gjë më të bukur. Wow. Çfarë qetësie dhe çfarë bukurie. Tani është dhe sezoni që të këndon shpirtin në atë atmosferë. Ja dhe vetëm dhe një minutë që të shkojete bletët këtu, asë një gjysmë minutë. Mjalti që prodhoni, është sezoni tani i prodhimit të mjaltit, apo? Po, është tani fillon e mblidhet, po. Ose është mbledhur nga pranvera? Është, jo, dhe tani ka filluar, se ndoshta edhe me ngrojen shumë lulëzimi fillon dhe më parë. Pak më përpara, po. Ka filluar. Ato ambisat që thanë për të gatuar byrek të këto jetë. Barishtet. Lakrat e egra, ithrat, barishtet e tjera, rushi gjithashtu, sheg. Qeshit, a janë bërë qeshit? Apo është pak më vonë sezoni? Qeshit janë aty poshtë, ja, aty në bletët, ja.
Edhe bletët Shegët tërbovën këta nga... në shegë. Asgjë më shumë se të qëndrosh në atë natyrë aq të bukur, të çlodhet trupi, Ta kanë dhe edhe shumë festa, frymëzohesh. kanë dhe shumë... Festat e pranverës dhe të verës, Dhe padyshim festën e që verën janë si e kanë të shumë veçantë, po tipike. festat e shënmërisë. Ja, po ja thojemi Bilbilit. E kuptuam zoti Vak sepse nuk lëvizni nga përmeti. As keni pse të lëvizni, jeni shumë mirë aty. Mjaltin e prodhoni vet? Po, vet. Bukur fort. Tani Do të me jap edhe juve. Kur t'i vjelim më merret prapë në atë. të falenderojmë. Tani kalendari juaj i gëzimeve familjare si është për verën? E keni një agjendë të ngjeshur? Brenda Mundoj në jashtë Amerikë. kufive? Po, në Amerikë do iki. Kam një rrugë. Shikoj, në 15 qershor. Kam edhe në tetor, kam 2 rrugë. Nuk doja që të shkëpusja këtë Pas kolonën nesër kam... muzikore të cicërimave dhe shumë suksese. Shumë Ja, ta marrim suksese. këtu. Ju falenderojmë shumë për lidhjen dhe kohën tuaj. Faleminderit dhe ju përshëndesim nga studio e Rezedielli. Ishim me Bilbilin Edhe e këngës gjithë mirat përmetare. dhe edhe unë të përshëndes. Falenderojmë Edhe- shumë. Të Jo presë falenderojmë. për me. Jo presë për Që me. do vim, se zban.